18 vjetori i shpalljes së pavarësisë e gjeti Kosovën mes festës madhështore dhe revoltës qytetare, mes krenarisë për liri dhe dhimbjes për ata që shumë kush e cilëson si padrejtësi historike ndaj çlirimtarëve. Mesazhi jonë është që të lirohen sa më shpejt se janë të humojt padrejtësisht, veç se janë shqiptarë, edhe veç se kanë luftuar, kanë mbrojt popullin ndaj gjenocidit serb. Është shumë pozitiv edhe jam shumë i kënaqur që krejt udhësia jonë, kur është mbytyje 3 shkronjat e OÇK-s janë të përbashkët. Me ceremoni solemne shtetërore, homazhe pranvarëve të dëshmorëve, parakalimin e forcës së sigurisë dhe policisë së Kosovës, si dhe me mira flamuj kuqezet që mbuluan sheshet e Prishtinës, shteti më i ri i Evropës shënoi këtë të martë 18 vite shtetësi. Por ndryshe nga cari i shkurtit 2008 që u thye nga entuziazmi shpërthyes i lirisë, 18 vite më vonë, atmosfera ishte e përzier me emocione të forta, krenari, mall dhe zemrim. Qindra mijëra qytetarë mbushën rrugët e kryeqytetit, jo vetëm për të festuar, por edhe për të kërkuar drejtësi për ata që sipas tyre sollën vetë lirinë. Mes festës dhe dhimbjes, Kosova po përballet me një nga betejat më të rënda morale dhe politike, që nga shpallja e pavarësisë, gjykimin në hak të ish udhëhecëve të UÇK-s, që për shumë qytetarë vetet simbol i rezistencës dhe çlirimit. Në këtë përvjetur, thirrja për drejtësi jehoi më fuqishëm se fishekzjarret e festës. Presidentja Vjosa Osmani në fjalimin e saj para mijëra qytetarëve dhe trupave të ndryshëm diplomatik që ishin të pranishëm, dha një nga mesazhet më të forta politike viteve të fundit. Ajo tha se UÇK-ja është ideali më i madh që ka ndërtuar shqiptaria. Ky përvjetor nuk ishte thjesht një datë kalendarike, ishte një kujtesë e sakrificës, ishte një betejë për të mos u dorëzuar, ishte një mesazh se edhe pas 18 vitësh betejë për dinjitet, për të vërtetën dhe për drejtësinë vazhdon. Sepse për Kosovën, pavarësia nuk është vetëm një akt i së kaluarës, është një betejë që vazhdon edhe sot.